Deri më sot nuk e kemi ditur se dafina kuron një problem që prek më së shumti shqiptarët. Shqiptarët kanë një histori të gjatë të mbjelljes së dafinës në kopshte dhe në taraca dhe kanë gjetur 1001 mundësi për ta përdorur atë. Ajo besohet se sjell fat në familje dhe sipas gojdhënave thuhet se mbjellja e bimëve të dafinës në shtëpi mund të menjanojë goditjen e rufeve. Gjethet e dafinës janë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë ynore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidues natyral që njihet për vetit mbrojtëse për shikimin, por edhe për mbrojtjen kundër problemeve të mushkërive. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele të larta të mineraleve të bakrit, kaliumit, kalciumit, manganit e të tjera. Dafina mund të përdoret për terapi aromatike. Aroma karakteristike e dafinës mund të përdoret për të qetësuar veten në momente stresuese. Ajo mund të hapë rrugët e frymëmarrjes dhe të përmirësojë shëndetin. Mjafton të digjni në dhomë 3 deri në 5 gjethe dafine. Aroma e dafinës do të mbush ambientet dhe do të qetësojë situatën tuaj.